Aty ti ka shti durë Serbia? Jo. Qysh jo? Jo. Qysh jo? Serbia kur si ka shti dhe kur s'ka me mujt mishtri I durët as me zit as xhamia. Se ti kush zhytet ujrat e dotura të Serbisë. Ai është tratar. Po a kena marrë shtet, a kena institucionet sigurisë? Nuk do të më mbyll me zi. Ja, mos ma keq interpretoj intervistën. Ky është individ. Ky s'ka të bëjmë me zjetë me xhami. Feja islame na ka mësuar që të jetojmë harmoni me fe të tjera. Nuk na ka mësuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Vend se ne ta mbrojmë dhe t'i ndalim mbështetje të identitetit ton fetar dhe t'i themi Serbisë se ky identitet joni na mundson ta ruajmë paqen dhe harmoninë ndërfetare në Kosovë, nga se neve feja islame na ka mësuar që të jetojmë harmoni me fe të tjera. Nuk na ka mësuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, se Kosova që 600 vite jeton harmoni fetare. Që 600 vite ka kisha katolike dhe ortodokse në çdo qytet të Kosovës. Kush I ka rujt kishat katolike dhe ortodokse? Muslimanët e Kosovës I kanë rujt. Sa atëherë se kemi pas këtë shtet Kosovës, kemi qenë shtet de facto, po de jure s'kem qenë. Dhe ku duhet të dalë? Harmoninë ndërfetare, të cilin ne kemi kultivuar si popull që 6 shekuj. Ne e kemi rujt dhe na ta mbrojmë. Dhe sot Serbia po synon ta prish këtë harmoni fetare, neve se ti themi Serbisë ndalu, se ne jemi ata që e mbrojmë këtë harmoni ndërfetare, çuçi e kemi mbrojtë 6 vite, ne I themi ndalu se muslimanët e Kosovës me zgjitet e palegjitimuara, ata po falen kështu. Amalet e përfundoj. Po çtu fulet çeta çka? I nderuam. Ka më shumë se 2 javë ditë që opinioni kosovar. Këtë studio nuk e kam dëgjuar. E kom dëgjuar në studio të tjerë. Nga panelistë të ndryshëm, kur e kanë atakuar drejt për drejt mësimet hyjnore të fesë dhe fenë e kanë atakuar. U përmend merret në lëvizja e Deçanit, e cila publikisht sulmon fenë islame, jo individin. Fenë islame sulmon lëvizja e Deçanit dhe ende në vetë të përfundoj lutem. Vetë të përfundoj. E sulmon drejt për drejt fenë islame dhe ende nuk kemi një vepër ndaj tyre, vepër ligjore. Ku do të dalë? Sulmet ndaj fesë islame që përdor Serbia dhe se ne ti dalmi karshi, ne po solidarizohemi, po zhytemi në ujrat të Serbisë. Sulmet nuk janë ndaj fesë islame, sulmet janë ndaj Kosovës, ndaj Republikës Kosovës, nuk janë ndaj fesë. Se tema me zitë, ne shkupton e çto. Ekstremizmi edhe feja islame janë 2 oqeane ndryshme. Apo ndjen të përfundoj. Dhuna edhe Islami s'kan. Kur e thash ta me shqetësim e pata për opinionin kosovar që ditë të tëra është polarizuar për këtë temë. Fatkeqësisht u zhytëm edhe ne në këtë studio. Qysh, apo më dëgjon, të përfundoj, qysh. Kur u përmend çështja me ziteve, a është mira, nuk është e imja juaj edhe këtyre të. Po më dëgjom, se që aty ti ka shti durët. Kush aty ti ka shti durët Serbia? Jo. Qysh jo? Jo. Qysh jo? Serbia nuk. Çfarë edhe një 3 vite të lëshomi. Po lëshomi 3 vite të qysh çfarë ndodh? Po ndëgjom ti po ta përfundoj. M'fal. Serbia Unë e kom për obligim me t'i lëshu ndëgjoj gëzim çka po thojnë çto vete. Jo 3 vite. Ndëgjom. 300.000 t'i lëshoj. Problemi është gëzim. T'lutem. Le t'i hapim syt dhe vesht. Ideja që nuk po du me përgjithsu. Unë po them, janë raste, po le t'i hapim syt. Le t'i besojmë një institucioni që e ka emrin Bashkësi Islame e Kosovës dhe duke pasur parasysh që çto institucione duhet mu legjitimuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe në rastin se ndodhin më pas lypim përgjithësi të Bashkësia Islame e Kosovës. Kjo është çka po kërkoj. Apo leo ta përfundoj me ta kishdor. Po. Serbia kur si ka shti dhe kur s'ka me mujt mishtri I durët as me zit as xhamia. Vetë të përfundoj. Jo, nuk ka ky. Ky është individ. Ky s'ka të bëjë me zjetë me xhami. Ky s'ka të bëjë as me Bashkësi Islame. Qazimi është individ. Sa veti kanë mbrapa këta? Kush? Individa. Qindra. Veç shënë gjatë muajit Ramazanit që kanë bërë Qira Qazimi tjetër dhe shënë. Dhe shumë të përfundoj se po dal jashtë kontekstit, se ti kush i nderuam. Këta kanë shku një mesxhet në fushë Kosovë. Po dal jashtë kontekstit se këta kanë grabit për qëllime. Shohim pjesën e tretë për gëzimin e kom. Pjesën e tretë. Regjia, pjesën e tretë. Znači, može li da se kaže da je zećina grupa sve jače I jače, da ima sve veći I veći broj ljudi, znači kažem, veći od svi ljudi, od svi ljudi da će silni. Sad I posle zatvora je ima neki autoritet, nije neki se pomenjao mišljenje, da bi pomenjao ideologiju. Isti taj čovjek, samo sad pazi što govori, on zna da prisluškuju, zna da kad prati
Hoćeš da kažeš da je Malofev promenio malo? Promenio, da. Retoriku. Retoriku, jes. Për kom po folë ky... Apo Për Zekiria Qazimin tha ka autoritet edhe grupi politik. Qashtu e tha, se masi e pyte. Po fletë që ka ndikim, që e ka shtri ndikimin, Zekiria Qazimin. Po qka ka të boja me musliman dhe islamin e Kosovës, qka ka të boja, ajo është një individ, nësë është person i të shuar, nësë është person ekstremist, është pjesë e institucioneve të Kosovës. Apo jo kjo mu kun... Zekiria Qazimi ka një mesgjid vetin. Lutëm, ti po më thumu, pra, po të tregoj. A ka mesgjid vetin? Serbia po interesohet për Zekiria Qazimin që e ka një mesgjid vetin. Që ka që është interesi jam? O, që ka që? Jo, të mirë. Dibran, a ban veç mund A ma bon e piti nërmaj. Nëse ban veç një minut. Se po ma mërë vëlla mundësi mu përgjish, për lepë që gjithë orës po na lerë me Po jo, po t'lo, po s'pëllejën i ashti moment. 5 veta po më të rinë i fjallë. Logik tjesht. Jo nuk është. Nëse pas ka Zekiria Qazimin i me zhjit vetin, nuk është problemi bashkësisë islameve. Mos jam vesh një bashkësisë islame, do përgjithsisht që si takojnë. Po në thash do të më legitimu nga bashkësisë. Vesh të përfundoj bre. Nëse x personi, Zekiria Qazimi, apo persona tjerë, kanë mezite të cilë nuk funksionojnë konform ligjet të Kosovës, konform kushtetutës e bashkësisë islame, nuk është përgjithësi e bashkësisë islame, është institucioneve të Kosovës. Pse për kërkoni një përgjithësi bashkësisë islame? Pse kjo video? Pse kjo? Shumë e komoditet mere këtë punë. Vesh shumë e kjo komoditet. Një qytetari i Kosovës. Vesh të përfundaj. Qysh nuk është përgjithësi e bashkësisë islame. Vesh të përfundaj. Një qytetari i Kosovës. Nuk është një qytetar. Nuk është një qytetar Zekiria Qazimi. Po le 101.000 le kem. Sa më Jo 101.000 janë shumë. Se grupet që po mbrapa janë shumë. Vesh të përfundaj bre. Vesh të përfundaj. Nja 3 herë në kontradikt me vetën. Ani, e mbaj përgjithësi. Një qytetari i Kosovës, i cili ka një uri themelore mbi islamin, as pak nuk shqetësohet me këto lora të dyta të Serbisë, se e din islami është i pastër nga këto vepra të ta. Lutem, dhe nëse dikush zhytet ujrat e dotura të Serbisë, ai është tratar. Edhe meriton dënimin nga institucionet e Kosovës. Telegrafi ka publiku, veç pak, Telegrafi i ka publiku edhe do mesazhe telefonike mes zyrtarit, mes Igorit edhe Yusri Selimit. Po i thot, nuk flasim me grupin e tim, më njëherë pason përgjigja e zyrtarit Bias, apo shkojnë që ta themelojnë mesgjitin, pra, po i kërkon me shku me themelu mesgjitin, zyrtari Bias, po i kërkon Yusri Selimit. Me kërku që shka mërë me po? Po a kena mërë shtetë, a kena institucionet sigurisë? Na e mbrojmë. Po neve s'ta lejon një Igor, një Yusri nuk na kërson as sigurin ton vetar as kontor. Apo thu vetë që mesgjitet nuk do të më mbyll. Po jo, nxirem se more përgjigjen time. Mos i keq interpret. Ja, fakt. Nuk do të më mbyll mesgjitet. Ja, mos keq interpret. Do të më mbyll. Lema përgjigje tash. A do të më mbyll? Do u përgjigjesh duran çdo ti. Jo, vetë. Atë ki durim përgjigje, mos të lutem. Mos ma keq interpretoj intervistën. S'po ta keq interpretoj. Lutem. Ti the nuk do të më mbyll mesgjitet. Çka tash unë tash atë? Se s'më lëmë përfundu. Se është incizu. Mos ma keq vendimet tonë, mos ma keq interpretoj e para. Thuj, jo e dyta. Çështjen e mesgjideve nuk e përfundova. Kur më lejoni e përfundoj. Po thu që je kundër Më restash kur gjozësh pas ke kuptuar. Dhe je për pluralizëm. Nuk thash